Morën 3 milion denar kredi në emër të qytetarëve, prokuroria me procedurë ndaj 43 personave për mashtruan me kredi të shpejta. Qytetarët të pakënaqur nga rritja e pagës minimale për 1.800 denar kërkojnë që politikanët ta aprovojnë të jetojnë me pagë minimale. Ligji i mediave në kuvend, kryetari i SHKM-s Mladen Çedikovski propozon zbutjen e kushteve për portalet. Revizorët gjejnë shumë parregullsi në funksionimin e burgjeve. Raporti thotë se objekteve u mungojnë pajisjet e mjaftueshme të sigurisë. Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi me lajmët. Prokuroria Themelore Publike ka iniciuar procedurë kundër 43 personave, të cilët përmes veprave të ndryshme të mashtrimit kompjuterik, falsifikimit të dokumenteve dhe keqpërdorimit të dhënave personale, kanë marrë pjesë në mashtrime të shumta të qytetarëve me kredi të shpejta. Mes të akuzuarve është edhe një punësuar në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore. Prokuroria Themelore Publike në Shkup sot ka iniciuar procedurë kundër 43 personave, të cilët përmes veprave të ndryshme të mashtrimit kompjuterik, falsifikimit të dokumenteve dhe keqpërdorimit të dhënave personale, kanë marrë pjesë në mashtrime të shumta të qytetarëve me kredi të shpejta. Prokuroria informoi se për 4 nga të dyshuarit, mes tyre edhe një zyrtar nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, ka nisur hetimi për veprat penale, falsifikimi i dokumenteve, keqpërdorimi të dhënave personale, mashtrimi kompjuterik, ndërsa pjesa tjetër janë përfshirë në procedurë me vepra individuale të ndihmës dhe bashkëveprimit në çdo rast veçmas. Dobia pasurore e fituar në mënyrë të kundërligjshme nga të gjitha veprimet e tilla, gjithsej te kalon 3 milion denar, thon ata. Prokuroria gjatë procedurës parahetimore në koordinim me MPB-n dhe sektorin e punove të brendshme ka siguruar material dëshmues se duke filluar nga koriku i vitit 2022, duke përdorur mënyra të ndryshme, të dyshuarit me dashje kanë kryer vepra të lidhura kohore që përbëjnë kryerjen e shumëfisht të njëjtave vepra. Duke vepruar kështu, ata përdorën të njëjtat mundësi dhe rrethana të ngjashme dhe qëllimi i tyre përfundimtar ishte të merrnin përfitime materiale për veten e tyre. Nga prokuroria thonë se disa nga të dyshuarit në kundërshtim me kushtet e përcaktuara me ligj dhe papëlqimin e qytetarëve, kanë përdorur të dhëna personale të personave të tjerë, kanë bërë dokumente publike false dhe kanë falsifikuar dokumente të vërteta publike, me qëllim që këto dokumente t'i përdorin si të vërteta, duke futur të dhëna të rreme në sistemet e informacionit të 10 kompanive të ndryshme, kredi të shpejta, si dhe duke falsifikuar në nënshkrimet elektronike, kanë marrë kredi në emrat të dëmtuarve, pa dijenin e tyre, duke krijuar detyrim për persona që të shlyejnë kredit. Individët kanë shfrytzuar informacione të tilla të rreme për të marrë disa kredi nga kompanitë ndryshme brenda një dite, duke përfituar financiarisht. Më pas ata i tërhoqën parat nga llogaria dhe pjesën më të madhe u dhan organizatorëve të dyshuar të mashtrimeve të tilla, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Rritja e pagës minimale për 1.800 denar ka revoltuar qytetarët. Ata kërkojnë që politikanët ta aprovojnë të jetojnë një muaj me pagë minimale dhe pastaj të shohin se nëse do të ishin të dakorduar me këtë. Të pyetur nga televizioni Shenja, ata thonë se çmimet janë tepër të larta dhe të paarritshme. Me vendim të qeverisë, rroga minimale është rritur për 1.800 e disa denar. Televizioni Shenja ka dalë në qarshinë e vjetër të Shkupit për të pyetur qytetarët se si kanë ndikuar kjo rritje dhe a janë të kënaqur me këtë rritje. Qytetarët e anketuar nga Shenja janë të revoltuar dhe nuk janë fare të kënaqur nga kjo rritje. Kërkesa e tyre është që me rrogë minimale të provojnë të jetojnë politikanët. Një pjesë e qytetarëve thonë se rroga minimale nuk u mjafton as për pagesën e faturave mujore. As pak nuk është e mjaftueshme, për arsye se trendi i rritjes edhe shtrejtimi i jetës është abnormal për me mbijetu me rrogën minimale.
Le dalin ato njëherë, qeveritarët tanë, le t'jetoj njëherë me rrogën minimale, ta shohin çfarë jetë jetojnë ata të cilët posedojnë një jetë, do më thonë me rrogë minimale, të shohim se ata do të dakordohen. E në rrasë atëherë ato të dakordohen, atëherë qenë ka normale. Mirë po në rrasë se dakordohen, atëherë le të mendojnë sa është norma e rritjes rrogës minimale. Çfarë do të bësh me to? Jo çfarë do të blesh? Nëse ke 2 fëmijë të vegjël, çfarë mund të blesh me ato para? Qumësht apo ndoshta ushqim? Asgjë nuk mund të blesh, le të japin ata nga rrogat e veta për skamnorët. Sipas qytetarëve, rritja prej 1.800 denarësh është një shumë qesharake nëse merrem parasysh se faturat e energjisë elektrike janë rreth 30.000 denar. 1.800 denar janë qesharake se minimumi ose maksimumi diku i ven fatura e rrimës 500 euro, 600 euro. Ku janë tjerat? Të jemi sinqert dhe të flasim seriozisht, vlerësimi është i gabuar, jeta është rëntuar, populli është i varfër, duhet të ketë tolerancë, duhet të ketë kategorizime, e jo vetëm t'ja fusin popullit, ashtu janë punët. Janë të mjaftueshme, se nuk ka, çka ka lirë këto, 1.800 dinar, çka merë? Rrima vën për një muj, 7.000 dinar, 8.000 dinar. Çka të bëjë? 180.000 nuk jenë gjashtë. Shtretësia e madhe. Kujtojmë, në seancën e 63 të qeverisë u shqirtua dhe miratua informacioni për përcaktimin e pagës minimale për vitin 2025. Duke zbatuar kriteret e përcaktuara me ligj, paga minimale për vitin 2025 ka shënuar rritje prej 2.685 denarësh në shumë bruto, përkatësisht 1.812 denar në shumë neto. Kryetari i gjykatës themelore të Koçanit Spiro Borisov tha se procedura hetimore është në vazhdimin e sipër dhe se po ndërmerren veprime pas ankesave të gjykatësve të procedurës paraprake lidhur me zjarrin në diskotekën në Koçan. LSDM akuzoi se 4 javë pas tragjedisë në Koçan ende nuk ka zgjerim të hetimeve. Kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski pyetur nëse procedura gjyqësore e tragjedisë së zjarrit në Koçan mund të mos zhvillohet në Koçan. Tha se akoma është herët për të folur për diçka të tillë. Ai tha se procedura është në zhvillim dhe se Këshilli Gjyqësor do të veprojë në bazë të ligjit. Do stave në informacion. Sa i përket asaj nëse gjykimi nuk mund të mbahet aty, mendoj se është shumë herët për të folur për këtë. Çdo gjë do të jetë në kohën e vet. Këshilli gjyqësor është në procedurë. Nuk duhet që Këshilli gjyqësor të vendosë për vend zhvillimin e procedurës. Ne do të veprojmë në përputhje me ligjin. Ndërkohë sot nga opozitarja LSDM kanë akuzuar se 4 javë pas tragjedisë në Koçan ende nuk ka zgjerim të hetimeve dhe kanë bërë thirrje për hetim të drejtë për rastin e Koçanit. Pas 4 javësh hetime ende nuk ka përgjigje se kush është përgjegjës për tragjedin, edhe pse u njoftua, deri më sot nuk është bërë asnjë hap i vetëm drejt zgjerimit të hetimeve, as për lëshimet që shënuan natën fatale, as për ato që i paraprin. Asnjë person nga MPB-ja, Policia Rajonale e Koçanit, Policia Rajonale e Shtipit apo Byroja e Sigurisë Publike, edhe nëse kanë qenë në pozita përgjegjëse me 1 mars, nuk është iniciuar asnjë procedurë. Ndërkaq kryetari i gjykatës themelore të Koçanit Spiro Borisov tha se procedura hetimore është në vazhdim e sipër dhe se po ndërmerren veprime pas ankesave të gjykatësve të procedurës paraprake lidhur me zjarrin në diskotekën në Koçan. Procedura hetimore është duke u zhvilluar, po ndërmerren veprime për ankesat e paraqitura kundër vendimeve të gjyqtarëve në procedurat e mëparshme dhe kjo është gjithçka që mund t'ju jap si deklarat në këtë moment. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, jetën e humbën 61 persona. Nga zjarri mbetën të lënduar rreth 200 persona, të cilët u trajtuan brenda dhe jashtë vendit. Partitë shqiptare në pushtet dhe opozit po i përdorin të gjitha mjetet për të treguar se cila prej tyre është në epërsi. Nën kryetari BDI-s Bujar Osmani shpërndau një fotografi me disa persona ku shkruante se më shumë se 50 qytetarë nga Çajiri, Saraj dhe tërë Shkupi kanë marrë vendim për t'u larguar nga koalicioni Vlen dhe janë bashkuar BDI-s. Dërsa Vlen
Tha se ata nuk janë simpatizant të Vlenit, por drejtorët e BDI-s në disa ndërmarrje publike në Shkup kanë sjell antarët të BDI-s të punësuar dhe të shantazhuar nga BDI-a dhe i paraqesin si antar të rinj të partisë. Në pritje të një vendimi përfundimtar të kryetarit Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, se a do të largohet nga koalicioni Vlen, apo do të vazhdoj të mbetet edhe të shkrihen në një parti që ngjalli debat madje edhe publike brenda krereve të Vlenit, për plase për largime apo aderime, kanë shpërthyer edhe mes oponentëve politik të koalicionit të Vlen dhe atyre të BDI-s. Debati është zgjeruar edhe jashtë kornizave të koalicionit, pasi nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani dhe sekretari organizativ i kësaj partije Blerim Bexheti gjatë ditës së djeshme kanë shpërndar një fotografi në rrjetet sociale ku shifen disa persona në selinë e BDI-s në Çajir, me çka Osmani ka shkruar se më shumë se 50 qytetarë nga Çajiri, Saraj dhe tërë Shkupi kanë marrë vendim për të larguar nga koalicioni Vlen dhe ju janë bashkuar BDI-s. Ata janë lodhur nga partitë e dobëta dhe të pafuqishme që nuk kanë mundur të bëjnë asgjë për shqiptarët në këtë qeveri pa legitimitet. Janë lodhur nga partitë që janë të përçar, të dobëta dhe të marginalizuara, që përveç se janë servil ndaj kryeministrit, po dëmtojnë në mënyrë të pakthyeshme kauzën shqiptare. Ata kanë kuptuar se shqiptarët nuk mund të përfaqësohen nga struktura që nuk kanë as fuqi e as ndikim. Ata e dinë se përfaqësimi vërtet është ai që ka peshë, ai që sjell ndryshim të prekshëm. Ndërkaq, i mënjhershëm ka qenë reagimi i koalicionit të Vlen, të cilët deklarojnë se drejtorët e BDI-s në disa ndërmarrje publike në Shkup kanë sjell antar të BDI-s të punësuar përmes BDI-s dhe të shantazhuar nga BDI-a dhe i paraqesin si antar të ri të partisë. Një shfaqje mirë për kryesinë e partisë së listave të zezë, shantazhojnë antarët e vet që Bujar Osmani dhe Blerim Bexheti të kenë me këtë fotografohen. U bëjmë apel antarëve të ndershëm të BDI-s të mos friksohen dhe të ruajnë dinjitetin e tyre. Zgjedhjet lokale do të ndodhin për disa muaj dhe në ato zgjedhje në Shkup, në Çajir, Saraj, por edhe në të gjithë Maqedoninë e Veriut, BDI-a do të pësojë humbje. Vlen thotë se kjo shfaqje është ideuar dhe organizuar nga Blerim Bexheti dhe Bujar Osmani dhe se është realizuar nga drejtorët e Danel Arsovskës, BDI-s dhe Levicës që janë në koalicion në qytetin e Shkupit dhe se me këto pohime nga koalicioni Vlen deklarojnë se BDI tregon se është në panik. Emrimi Petar Bogoevskit në pozitën e udhëheqësit të Agjencisë për Fondet Arsimore Evropiane ka përplasur BDI-n, Vlenin dhe konceptin Maqedonas. Sipas integristëve, emrimi një personi i cili tër karrierën e tij publike dhe politike e ka ndërtuar mbi fyerje dhe nënçmime ndaj shqiptarëve, paraqet një provokim të drejtë për drejtë. Ndërkohë, koalicioni Vlen e pyet BDI-n se pse nuk i ka penguar qëndrimet anti-shqiptare të Bogoevskit kur ishin në koalicion zyrtar me Gruevskin dhe Mjalkovin. Emrimi i Petar Bogoevskit në pozitën e udhëheqësit të Agjencisë për Fondet Arsimore Evropiane ka ngjallur reagime të shumta mes partive politike në vend. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon ashpër vendimin e qeverisë për të emëruar Bogoevskin udhëheqës në një institucion që ka për qëllim të afrojë të rinjt me vlerat europiane e jo t'i ofendojë dhe t'i poshtrojë ata. Sipas integristëve, emrimi i një personi i cili tër karrierën e tij publike dhe politike e ka ndërtuar mbi fyerje dhe nënçmime ndaj shqiptarëve, paraqet provokim të drejtë për drejtë. Veçanërisht ironike dhe tragjike është që ky individ ka qenë objekt i kallëzimeve penale pikërisht nga partitë e Vlenit në qeveri dhe sot me mbështetjen e tyre shpërblehet me një funksion udhëheqës. Ky akt është një sinjal i qartë. Fyerjet ndaj shqiptarëve jo vetëm që nuk sanksionohen, por edhe shpërblehen me pozita shtetërore. Ky është një mesazh i rrezikshëm se kushdo që dëshiron të ndërtojë karrierë politike, mjafton ta poshtrojë popullin shqiptar. Integristëve është përgjigjur partia e Petar Bogoevskit koncepti Maqedonas. Sipas tyre, BDI-a kundërshton emrimin e Bogoevskit në këtë pozitë, sepse është kundër politikanëve që luftojnë dhe punojnë për interesat e popullit Maqedonas. Thonë se BDI i do politikanët Maqedonas që bëjnë pazare dhe shesin interesat nacionale kombëtare për para.
BDI edhe njëherë tregon se agenda e saj politike nuk ka për qëllim bashkëjetesën, reformat dhe integrimet evropiane, por mbrojtjen e interesave personale dhe mbrojtje nga ndryshimet e ardhshme. Kur BDI sulmon dhe kritikon dikë, është lavdrim. Kur na sulmon partia më e korruptuar në Maqedoni dhe më gjerë, ne e dim se jemi në anën e duhur. Ka reaguar edhe koalicioni Vlen. Ata pyesin sepse BDI-s nuk i kanë penguar qëndrimet anti-shqiptare të Bogojevskit kur ishin në koalicion zyrtar me Gruevskin dhe Mjalkovin. Vlen ka një pyetje edhe për Talat Xhaferin. BDI-ja para se të turprohej kështu nuk e pyeti Talat Xhaferin se si Bogojevski ishte këshilltar shtetëror në Ministrinë e Mbrojtjes, pse BDI-s nuk i kanë penguar qëndrimet e tij anti-shqiptare kur ishin në koalicion zyrtar me Gruevskin dhe Mjalkovin. Ndryshe nga kjo klike e humbur opozitare e BDI-s, ne nuk ankohemi kur gjërat vështirësohen, por luftojmë për korrigjimin sistematik të gabimeve. Petar Bogojevski është kryetari i Partisë Koncepti Maqedonas. Muaj më para i kishte lëshuar një sër akuzash në adresë të kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi, po edhe liderëve të tjerë të koalicionit Vlen. Në publik, Bogojevski njihet edhe për qëndrimet e tij antishqiptare të shprehura publikisht në çdo platformë ku i është dhënë hapësira. Pas kërkesave të shumta të mediave online, por edhe të organizatave mediatike, mediat online përfundimisht do të përfshihen në ligjin për media. Propozim ligji përgatitur nga Ministria e Transformimit Digital tash më është në procedurë parlamentare. Në mesin e kushteve që portalet duhet të plotësojnë që të njihen ligjërisht si media është që të kenë selin dhe redaksinë e tyre në Maqedoninë e Veriut dhe të kenë një domen në Maqedoni, po ashtu duhet të publikojnë edhe impresume. Kryetari i shoqatës gazetarëve tha se ligji në parim është i mirë, megjithatë ai kërkon që të zbuten disa kushte pasi në një farë mënyrë diskriminojnë mediat më të vogla lokale. Mediat online apo të njohura ndryshe si portale pritet që së shpejti të përfshihen në rregulativën ligjore. Propozim ligji për këtë i hartuar nga Ministria e Transformimit Digital tashmë është në procedurë parlamentare dhe pas hyrjes së tij në fuqi, mediat online duhet të plotësojnë disa kushte që të njihen ligjërisht si media dhe të realizojnë të drejtat që kanë mediat e tjera. Ligji mes tjerash parashef formimin e një regjistri në kuadër të Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale, ku mediat online duhet të paraqesin se kryejnë veprimtari mediatike, gjë që deri më tani ka qenë parashikuar vetëm për media tradicionale, po ashtu mediat online që të mund të përfshihen në regjistër duhet të kenë seli dhe redaksinë e tyre në Maqedoninë e Veriut dhe të kenë një domen në Maqedoni. Organi regulator kompetent nuk do të afuz botuesin e portalit Media Internet Online në regjistrin e botuesve të mediave online portale në internet, nëse nuk ka të punësuar të paktën 3 persona me kohë të pilot. Përkatësisht do të fshi botuesin e portalit Media Internet Online nga regjistri botuesve të portaleve të mediave online internet 4 nëse nuk ka të punësuar në përputhje me nenin 15 paragrafi 3 nën paragrafi 4 të ligjit. Kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë Mladen Çadikovski tha për televizionin Shenja se fryma e ligjit në thelb është e mirë dhe duhet të mbështetet. Megjithatë ai propozon që të ndryshohen disa kushte restriktive të cilat vlen tash, pasi me to diskriminohen mediat më të vogla lokale. Për shembull, ekziston dispozitë se mediat online duhet të kenë 3 të punësuar në mënyrë që të mund të regjistrohen. Ne mendojmë se ky është faktor kufizues dhe kjo duhet të ulet sepse në këtë mënyrë ato media më të vogla të cilat janë jashtë shkupit, do thotë mediat lokale dhe rajonale, vihen në një pozitë diskriminuese. Kemi marrë garanci edhe nga Ministria edhe nga qeveria se këto kushte do të zbuten në mënyrë që të gjitha mediat e tjera profesionale që i plotësojnë kushtet e tjera të mund të përfshihen në ligj, me atë që do të bëheshin disa ndryshime që përpos pronësisë dhe redaktuesit, këto media duhet të kenë edhe nga një të punësuar. I pyetur nëse ky ligj mund të ndikojë në rritjen e cilësisë profesionale dhe uljen e lajmeve të rreme, Çadikovski tha se kjo nuk nënkupton se portalet që merren me lajme të tilla nuk do të ekzistojnë më. Megjithatë, kjo mundson njohjen ligjore të portaleve që përmbushin kushtet për veprimtari mediatike. Nuk mund të ketë rol kyç në uljen apo parandalimin e dezinformatave, por mund të ketë rol kyç në njohjen e atyre portaleve që megjithatë plotësojnë kushtet caktuara që janë të njohura si media dhe ato do t'jenë në lup edhe të opinionit, edhe të komunitetit të gazetarëve që tu përmbahen standardeve gazetereske për cilat janë zotuar.
Sa i përket rregullimit të reklamimit gjatë fushatave zgjedhore, Çadikovski tha se propozim ligji në fjalë nuk përfshin këtë pjesë, megjithatë paraqet një hap drejt të zgjidhjes së kësaj çështje. Raporti entit shtetëror të revizionit tregon për mjaft parregullsi për funksionimin e burgjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Raporti thotë se objekteve u mungojnë pajisjet e mjaftueshme të sigurisë dhe se nuk kanë sistem të unifikuar për mbikëqyrje vizuale elektronike, ndërsa mbi popullimi vazhdon të mbetet problem. Lëshime serioze dhe dështime sistematike në funksionimin e burgjeve ka zbuluar enti shtetëror i revizionit në raportin e fundit për gjendjen e sistemit të burgjeve në vend. Sipas tyre është veçanërisht shqetësues fakti se në periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2024 nuk është kryer mbikëqyrje e rregullt e të gjitha institucioneve nga drejtoria për zbatimin e sanksioneve. Ata theksojnë se në burgje nuk ka mjaftueshëm pjesëtar të policisë së burgjeve, gjë që kërcënon drejt për drejt sigurin dhe rrit presionin mbi sistemin përmes shpenzimeve të mëdha për punë jashtë orarit. Nuk janë ndërmarrë masa dhe aktivitetet të mjaftueshme për përmirësimin e kushteve materiale dhe kapaciteteve akomoduese, ndërsa mbi popullimi ndikon negativisht në kushtet e akomodimit dhe respektimit të personave dhe dinjitetit të personave të privuar nga liria. Nga enti shtetëror i revizionit konstatuan se objekteve u mungojnë pajisjet e mjaftueshme të sigurisë dhe se nuk kanë sistem të unifikuar për mbikëqyrje vizuale elektronike dhe sistemet ekzistuese të pamjeve video nuk mirëmbahen rregullisht. Gjithashtu thon ata se në rrezik është edhe shëndetësia e të burgosurve. Kërcënohet seriozisht edhe shëndetësia. Sipas konstatimeve të auditorëve, nuk ka personel të mjaftueshëm mjekësor dhe për shkak të dhënave të vjetruara për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, shumë të dënuarve ju mohohet e drejta për kujdes shëndetësor. Një tjetër problem serioz sipas auditorëve është se sistemi i trajtimit dhe risocializimit të të dënuarve nuk funksionon. Ata thonë se institucionet nuk kanë një numër të mjaftueshëm edukatorësh dhe instruktorësh, nuk zbatohet asnjë proces edukativ për të dënuar dhe fëmijët dhe vetëm 8% e të dënuarve janë të angazhuar në punë jashtë institucioneve pa kontroll të plotë mbi angazhimin e tyre. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misjailovski paralajmëroi se së shpejti nga Turqia do të arrijnë raketat Mistral dhe haubicat Boran. Ministri theksoi se po bëhen edhe përpjekje që të realizohet edhe marrëveshja me Leonardon për furnizimin me helikopter. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misjailovski ka deklaruar se ministria të cilën drejton ai ndan mbi 32% nga buxheti për modernizim të armatës, e që sipas tij është mbi 20% më shumë se sa që kërkon NATO. Ai ka informuar se këtë vit përfundon marrëveshja që e kanë me Turqinë, ndërsa deri në fund ai tha se pritet të arrijnë edhe disa raketa nga Turqia. Kemi më shumë marrëveshje për modernizimin. Punojmë për t'i përfunduar marrëveshjet për arritjet të strajkerëve dhe shpresojmë se do të arrijnë deri në fund të këtij viti. Gjithashtu, edhe automjetet e tjera JLTL, të cilat duhet të arrijnë këtë vit në pajtim me marrëveshjen me SBA-n. Këtë vit përfundon marrëveshja me Turqinë dhe duhet të arrihet tërë ajo që është parapar me marrëveshjen e tyre. Arrin edhe raketat Mistral, haubicat Boran nga Turqia. Ministri theksoi se po bën edhe përpjekje që të realizohet edhe marrëveshja me Leonardon për furnizimin me helikopter për të cilën tha se ka sfida të mëdha. Punojmë shumë dhe na ndihmon kompania e cila ndoshta është njëra prej konsultantëve më të mirë juridik në Europë për t'i tejkaluar gjitha sfidat juridike që ndodhen në të kaluarën. Janë bërë shumë gabime dhe marrëveshja është nënshkruar në shpejtësi. Po bëjmë përpjekje të menjanojmë të gjitha sfidat dhe helikopterët të arrijnë vitin e ardhshëm. Ministri gjithashtu njoftoi se ndan edhe më së shumti mjete për riparimin e objekteve në kazerma, për riparim të objekteve që janë në njësitë rajonale, sepse siç tha, janë disa në gjendje katastrofale, ndërsa shtoi se ministria në tërësi i paguan mjetet në pajtim me marrëveshjet kolektive dhe tha se për atë shpenzon para mjaft nga buxheti. Gjatë ditës së mërkurë, policia ka gjobitur 1.001 persona pasi kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, mes të gjobiturve janë edhe 178 këmbësorë, ndërkaq pjesa më e madhe e gjobave është për shkak të tejkalimit të shpejtësisë.
Në kuadër të aktiviteteve të djeshme të punonjësve të policisë nga të 8 sektorët e punëve të brendshme, në kuadër të Byrosë së Sigurisë Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në lidhje me kontrollet e intensifikuara të qarkullimit për respektimin e rregullave dhe rregulloreve të qarkullimit rrugor në mbar vendin, janë lëshuar 1001 urdhër pagesa. Ajo që bie në sy për ditën e mërkurë është fakti që janë regjistruar 178 shkelje të kryera nga këmbësorët, si dhe shpejtësia përtej normave të lejuara. Më të shumtat janë kundërvajtjet e bazuara në drejtimin e automjetit me shpejtësi të papërshtatshme 279, pasuar nga parkimi i paligjshëm 241. Ajo që bie në sy për ditën e djeshme është fakti se janë regjistruar 178 shkelje të kryera nga këmbësorët. Ndryshe, siç theksuan nga MPB, gjatë ditës së djeshme janë regjistruar 84 pjesëmarrës në komunikacion të cilët nuk posedonin patent shoferi. Në 9 raste janë zbuluar vozitës të dehur, 6 vozitës kanë kaluar në semafor të kuq, ndërsa një shofer skuteri elektrik është gjobitur. Gjithashtu, 39 gjoba për kundërvajtje për mosvendosje të ripit të sigurimit, një kundërvajtje për mosvendosje të helmetës mbrojtëse, si dhe 34 urdhër pagesa për komunikim të kundërligjshëm në celular gjatë drejtimit të automjetit. Gjithashtu janë hequr nga qarkullimi gjithsej 22 automjete, 8 prej të cilave potencuan se kanë qenë me defekte teknike dhe 14 të paregjistruara. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është regjistruar si deputet i Kuvendit të Kosovës të ejtën procedurë për atë që kanë fituar mandatin gjatë zgjedhjeve të 9 shkurtit, por Kurti sërish nuk pati përgjigje për gazetarët kur u pyet për formimin e qeverisë së re. Përgjigje nëse i kanë numrat për qeverinë e re, kryeministri në detyrë nuk dha asgjë teksa po prononcoi për betejën e Kosharës. Kurti kishte ftuar për takim konsultues kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, por Abdigjiku kishte refuzuar ftesën. Në përgjigje, Abdigjiku ka thënë se gjuha e LVS karshi LDK-s ka pamundsuar bashkëpunimin e mundshëm në mes të këtyre dy taboreve politik për formimin e qeverisë së re. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ja mori 48 deputet jo mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Disa deputet nga komunitetet jo shumicë gjithashtu e kanë vënë në pikpyetje nëse të do votojnë një qeveri të udhëhequr nga Kurti. Duhet 61 vota për ta zgjedhur kryeministrin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ne ka mirëpritur të ejtën vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për t'i pezulluar shumicën e tarifave amerikane, por ajo nuk tregoi nëse Bashkimi Evropian do t'i zbatoj apo jo masat e veta hakmarrëse. Kam urdhëruar pezullimin e tyre për 90 ditë, tha Trump, pasi tregoi se më shumë se 75 vende ka qenë në bisedime për tregtin dhe nuk kanë ndërmarrë masa hakmarrëse ndaj SBA-s për rritjen e tarifave. Vendet për të cilat vlen ky pezullim tani do të ketë tarif prej 10%. Tarifa e vendosur ndaj BE-s ishte 20%, por nuk është plotësisht e qartë se si do të ndikohet bloku me 27 vende. Von der Leyen e përshkroi pezullimin e tarifave reciproke si hap të rëndësishëm drejt stabilizimit të ekonomisë globale. Kushtet e qarta dhe të parashikueshme janë thelbësore që tregtia dhe zinxhirat e furnizimit të funksionojnë, tha ajo. Para njoftimit të Trumpit të mërkurën, vendet antare të BE-s votuan për të miratuar tarifa hakmarrëse ndaj mallrave amerikanë në vlerë prej 23 miliard dollarësh, si përgjigje ndaj tarifave të Trumpit për 25% për çelikun dhe aluminin e importuar nga bloku. Ka shkuar në 184 numri të vdekurve në Santo Domingo, kryeqyteti i Republikës Dominikane, pas shembjes së qatisë së një klubi nate gjatë një koncerti natën e së hënës sipas publikimit të fundit nga shërbimet e urgjencës. Fatkeqësisht ju informojmë se deri më sot kemi 184 persona të vdekur bazuar në certifikatat e tyre, njoftoi Instituti Mjekoligjor i vendit të Karaibëve. Juan Manuel Mendes, drejtori i qendrës së operacioneve emergjente, numri i të vdekurve u rrit me 60 në krahasim me numrimin e mëparshëm zyrtar.
Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshim.